Përshëndetje, zemrat e bukura, mirë se erdhet përsëri në kanalin tim Vlog me Elin. Po e hap videon këtu në shtëpi këtu në Greqi, se u ktheva. Mundova domethënë që të bëj një vlog ndryshe nga vlogjet e tjera. Pra siç e shikoni, u ktheva, por problemi më i madh ishte që mu prish telefoni. Tani e kam vendosur telefonin karikim, po do ulem që bisedojmë pak. T'ju tregoj domethënë historinë e telefonit, edhe në çdo reels që kam ngarkuar në Instagram, sidomos një nga reelset ka dalë shumë keq, jo i pastër, sepse nga telefon që e kam marrë domethënë me anë të mesazhit, nuk ka dalë edhe video e pastër, edhe këtu një pjesë e shkurtër nuk kanë dalë të pastra domethënë te ky vlog. Pra sepse filmonte ose Argita ose Fatmiri me telefonin e tyre, se imi mbaroi, por fatmirësisht e rregullova në Shqipëri. Prandaj do ju lë që të ndiqni pjesën e videos që isha në Shqipëri, domethënë kam bërë pjesë, edhe kur kemi ikë nga hoteli, por kanë qenë video të marra nga telefoni i Argitës edhe i Fatmirit. Sepse unë ditën e parë kam qenë me telefonin tim edhe diku nga dreka e ditës së dytë. Pastaj telefoni iku ranui, shoqyr shpëtoi në fakt, sepse vetëm ekrani ishte djegur. Dhe po ju lë që të ndiqni videon. Pa vin tjetë, velë. Serda, nuk ngjoj. Ju më të bërë me? Të bërë me kriku, ti fare të
Bani gëzuar moj? Sa të poshtra. Ne, Aristo? I'm suffocating here with you and Roger. You're safe. Se para con otro. Ja ku erdha këtu te dhoma, edhe doja t'ju tregoja që telefoni, do me thënë, u prish. Unë kam mbet 1 javë pa telefon. S'kisha për të bërë as video, as të fotografi, të gjitha ato që kam bërë, e kam bërë me telefonin Argitës, me të lutme, edhe me të Fatmirit. Por, fatkeqësisht, u prishte telefoni Fatmirit, i ra nga dora, u qa ekrani, i doli, do me thënë, i gjithë ekrani nga vëndi. U munduam që ta mbanim pak me ngjitse, sepse i duhej telefonit pak të natina duhej dhe ndonjëherë sepse shëtisnim në plazhe dhe na duhej për GPS. Kërkonin plazhe se ai është i fiksuar, kur shkon në ndonjë vend, do kërkoj të gjitha plazhet ku janë, do me thënë, në çdo ishull, do t'i shkeli për aq ditë sa do rrim me pushimin, në çdo vend është fiksimi i Fatmirit. Edhe shkuam në Shqipëri, kemi shkuar në Shqipëri, atje rregullova, mbesa Fatmirit kishte një person, do me thënë, që e dinin shumë mirë në qytetin e Elbasanit, që ishte shumë mirë për të rregulluar telefona, edhe më thanë që është djeg ekrani, por ekrani, do me thënë, original, patjetër që kushton, unë e dija që kushtonte. Edhe i vendosëm një ekran, do me thënë, cilësor, jo se është original, është cilësor, shty derisa të blej një tjetër. Fatmiri bleu telefon, në fakt, sepse s'kishte fare, sa erdhëm këtu, blejmë telefon, nuk donim që të blenim në Shqipëri, duke qenë që këtu i dim, do me thënë, shumë mirë, edhe çmimet edhe rregullat e tjera, edhe nëse ka ndonjë defekt mund ta kthesh, ose këtu është dhe 2 vjet garanci, t'japin dhe garanci, edhe zorinim gjatë gjithë kohës, nëse do ta blenim në Shqipëri, do shkonim në Shqipëri, për çdo gjë, për çdo defekt që mund kishte telefoni, na kushtonte edhe më shumë kjo gjë, do me thënë. Nuk besoj se keni parë ndonjëherë këtë lloj vlogu, që edhe përshëndetje, do me thënë, edhe hapin e videos, edhe mbyllin e videos.
Kështu që unë do ta mbyll videon, por ajo që doja t'ju thoja është që kam pas shumë vështirësi me pjesën e videove. Kam bërë shumë video tjera që nuk i kam arrit t'i marrë dot nga telefoni Fatmirit, nuk kam arrit as gjysma, domethënë, që t'i marrë. Kështu që do fillojmë edhe një herë me videot këtu, ato që kishim që kishim bërë në ishull pjesën më të madhe nuk e marrim dot, është shumë e vështirë. Një pjesë ka kalu në fakt se me anti-mailit, por nuk e di pse tjerat jo. Për t'ju tregu më shpejt edhe ato që pat në video, isha te mami, pa tjetër, jemi knaq. Unë kur shkoj, do me thënë në Shqipëri, llogaris ditës sa do rri dhe rri gjys për gjys, pavarësisht aty nuk është larg, mund t'i vi brenda ditës, shkoj t'i takoj ose vinë ata. Kam taku edhe nipin me mbesën, pra janë fëmijët e vllajt madh, që kisha disa kohë pa i taku, jam knaq, do me thënë jemi knaq. Edhe një foto kam arrit me i bë, ata s'donin asnjë, të gjithë mbulonin fytyrën. Shkjo foto këtu poshtë. Pa tjetër që takova dhe mësën e vllajt. I kam taku, do me thënë, një pjesë njerëzve, jo të gjithë, ka njerëz që mund t'i mbesi hatri, por herë tjetër. Kur u kthyem bashkë, kemi kthy me Silvian, me familjen e Silvias, pra me mbesës Fatmirit, ajo ka treguar se kam thënë shumë herë, edhe bashkëshorti i saj, të gjithë, kemi shku në Drilon, do me thënë rrugën për të kthyer në Greqi kemi bërë bashkë. Shkuam në Drilon, na ngeli fiksim që të hanim në një drek në Drilon, na zuri shiu, fund fare, do me thënë, kur kemi shku ke makina, na ka zënë një shqyqy që se kishim larg makinën, po nejse, një dorë shie hangë mirë. Edhe u kthyem, erdhem në shtëpi. Gjithsej kemi bërë 2 javë, do me thënë, 1 javë në Zakynthos, në ishull dhe 1 javë në Shqipëri. Po të llogarisni, do me thënë që një ditë 8 orësh rrugë, kur kemi shku në ishull, por 8 orë, 7 orë e gjys, por edhe 7 orë e gjys, pothuajse 2 ditë janë vetëm rrugë. Ajo që ka mbet nga 1 ditë është vetëm mbrëmja që kemi flet gjumë. Me thënë nuk mund ta quaj dot 1 ditë, ta quaj, do me thënë 2 javë fiks, po 2 ditë kanë qenë në rrugë. Do kemi vlogje me pastrime, tani avash, do filloj të pastroj, po mendoja që perdet duhet i heq, t'i laj edhe para se t'iknim, fillun, do me thënë me gishto, me gjëra, kur kemi pas gjëra në bërë duar, i kemi kap, edhe thash që t'i laja tani mbrapa, thash t'i laj tani, edhe një herë ndoshta para vitit të ri, shikoj laj dhe si laj, po këtë herë do t'i laj, sepse m'jam bërë, sinqerisht jam bërë pak pis, por nuk e dia, do t'i kap më me dorë, shikoj, këtë herë po dhe një herë tjetër me kismet, nuk mund të bëj dot plan. Ajo që do të bëj do të shkoj pak në market, se s'kemi asnjë gjë në shtëpi, kemi marrë disa gjëra nga Shqipëria, po jo shumë. Ajo që ne marrim është vaj ulliri. Vaj ulliri është joni, që na jep vjeri, do me thënë, janë ullitan. Vaj ulliri pekmez mani, që po e bën vjeri. Vjeri tani në fakt nuk ka fuqi, po e bën kunati. Manat janë tanët në shtëpinë tonë. Edhe bën ai, dhe kështu që jemi rahat, dhe mjaltin po e ka kunati, sepse ka blet. Edhe janë disa gjëra që kemi marrë ne, por shumë pak, edhe gjalp, kemi marrë edhe gjalp nga Shqipëria. Këtë herë nuk morëm kalastre, hera parë që nuk marrë kalastre nga Shqipëria, nuk e di pse, se ne edhe ishim fortos, do me thënë ishim bush plot, me çadra plazhi, me shezllona, me karrige. Ne i marrim gjithmonë, po ka dhe shumë herë rasti që neve rrim dhe te shezllonat, paguajmë, nëse na pëlqen çmimi, por i mbajmë aty në makinë, si ta shikojmë. Na pëlqen që të qëndrojmë, jo, s'na pëlqen marrim çadrat tona, sepse ne marrim dhe psihion, do me thënë frigoriferin e vogël, ose disa mund t'i thënë thermus, që e mbushim mirë dhe ham pim kur na doj qefi jon. Unë me Fatmirin jemi shumë keq me birrat, jo se unë pi shumë, por pim dhe lojgje freskuse dhe goca të pinë. Kështu që detyrimisht duhet ta mbajmë, ne mbushim me akull atë dhe vendosim të gjitha gjërat, kos frutash, pra të gjitha gjërat brenda, që na ahet edhe na pihet nëse do të qëndrojmë në drek, shpesh herë ham dhe jashtë drekën. Gjithmonë prodhimet e detit na pëlqejnë shumë, gjithë si familje, jajmë shumë prodhimet e detit. Edhe këtë herë dhe shpesh herë kemi ngrënë jashtë, nuk është që kemi ngrënë shumë në plazh. Na kanë pëlqyer dhe gatimet dhe restorantet, edhe çmimet nuk kanë qenë shumë të larta, mesatare.
Kështu që erdhëm në fund të videos, do të shihemi në videon tjetër. Mirupafshi.